Gratë në Kosovë vdesin më shumë nga infarkti akut i miokardit se sa nga kanceri i gjirit. Mitet, mungesave të dijes dhe trajtimi i pabarabartë mjekësor po i kushtojnë jetën shumë grave në Kosovë. Sëmundjet kardiovaskulare mbesin shkaktari kryesor i vdekjeve në mesin e tyre. Në diskursin publik dhe fushatat sensibilizuese shëndetësore në Kosovë, kanceri i gjirit është shpesh në qendër të vëmendjes, me të drejtë, por e vërteta e hidhur është se shumë më tepër gra në vendin tonë vdesin nga një tjetër vrasës i heshtur, nga infarkti akut i miokardit apo sulmi në zemër. Statistikat klinike tregojnë një disbalans serioze në trajtimin, diagnostifikimin dhe kujdesin e grave me sëmundje kardiovaskulare, veçanërisht pas menopauzës, ku rreziku i vdekshmërisë rritet të ndjeshëm. Të dhënat tregojnë nga 35% e grave vdesin nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa vetëm 18% nga kanceri të gjitha llojeve, përfshirë kancerin e gjirit. Në rastin specifik të infarktit akut të miokardit, vdekshmëria te gratë arrin në 15.9%, krahasuar me 8.3% tek burrat. Përkundër avancimeve në fushën e onkologjisë dhe ndërgjegjësimit të madh për kancerin e gjirit, sëmundjet e zemrës mbeten shkaktari kryesor i vdekjes te gratë, një realitet i hidhur që shpesh mbetet në hije. Në një shoqëri ku sensibilizimi shëndetësor ende has në barriera kulturore dhe sistemike, ky hendek në kujdesin mjekësor është më shumë se sa një problem klinik, është një alarm publik. Kardiologu i njohur, profesor Dr. Gani Bajraktari, thotë se ndër vite është i përhapur një mit i rrezikshëm se gratë nuk preken nga sëmundjet vaskulare. Ka qenë një mit, si të thua është një mit, jo vetëm në vendet pa zhvilluara, ato në zhvillim, si është vendi ynë, por edhe në vendet më të zhvilluara, se gratë smuhen më pak ose nuk smuhen fare nga sëmundjet kardiovaskulare. Mirë po, shifrat tregojnë të kundërtën. Shifrat tregojnë që pas menopauzës, në fakt, para menopauzës është e vërtetë se gratë smuhen më pak, sepse hormonet seksuale femërore i mbrojnë ato nga sëmundjet kardiovaskulare, nga ateroskleroza, por në momentin e menopauzës së tutje, shifrat ndryshojnë në disfavor të burra, të grave, përkatësisht përqindja e grave është më e madhe dhe vdekshmëria nga këtë sëmundje është më e madhe. Si duket, edhe moskujdesi ose mitet e së kaluarës e kanë bërë që sëmundjet kardiovaskulare të femrat të neglizhohen edhe në vendet të zhvilluara dhe në ato në zhvillim. Në fakt, kanceri i gjinit dhe i mitrës kanë bërë një sensibilizim të bujshëm në botë dhe ky sensibilizim, si të thuash, i ka vënë në harres sëmundjet kardiovaskulare, ani pse shifrat tregojnë të kundërtën. Shifrat tregojnë se rreth 35% të femrave në botë vdesin nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa vetëm rreth 18% të tyre vdesin nga kanceri i gjithëmbarshëm. Pra, kemi, si të thuash, një mortalitet, një shkak të vdekjeve dyfish më të madh nga sëmundjet kardiovaskulare, kërshi kancerit të gjitha llojeve. Bajraktari thekson se në kohën kur bota bën fushat të madhe për ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit dhe të mitrës, për të cilat shifrat e vdekjes janë më të ulta, sëmundjet kardiovaskulare po lihen në hije. Një faktor kyç që ndikon në këtë vdekshmëri të lartë është sjellja ndaj simptomave. Sipas të dhënave të mbledhura nga Klinika e Kardiologjisë në QKK nga viti 2014 deri në vitin 2020, vetëm 59% e grave që kishin besuar infarkt u nështrohen procedurës së koronografisë, krahasuar me 70% të burrave. Shifrat në klinikën tonë, unë kam shifrat 10 vjeçare, domethënë nga 2014 deri në vitin 2020, 7 vjeçare, faktikisht jam duke mbledhur edhe 4 vitet e fundit, tregojnë se gratë janë nështruar më pak koronarografisë dhe më pak stentimit. Domethënë nga gratë që kanë mësuar infarkt akut të miokardit, brenda këtij 7 vjeçari, vetëm 59% janë nështruar procedurës e koronarografisë, për dallim nga 71% e atyre që ishin meshkuj. Pra është në dallim i madh, dhe stentimi është bërë në 53% të burrave, ndërsa 44% vetëm të femrave. Ndërsa vdekshmëria ka qenë shqetësuese të femrave. Domethënë kemi vdekshmërinë 15.9% të femrave me infarkt akut të miokardit
kanë vdekur, krahasuar me vetëm 8.3% të burrave. Pra, anipse kontingjenti, përkatësisht numri i pacientëve me infarkt akut të miokardit në klinikën tonë, në këtë 7 vjeçar ishte vetëm 29% femra dhe 71% mashkuj, pra kishim më shumë mashkuj. Por brenda këtij 29% të femrave, vdekshmëria ishte 15.9%, krahasuar me 8.3% të burrave, që është një dallim shumë signifikant. Për specialistët, problemi nuk ndalet vetëm tek zemra. Doktoresha Jehona Ismaili Kadriaj, specialiste reumatologjisë, paralajmëron se pas menopauzës gratë përballen edhe me osteoporozë, një sëmundje heshtur që ndikon në shëndetin e kockave, por që lidhet edhe me sëmundjet kardiovaskulare. Është një sëmundje, domethënë, e cila ndoshta pritet që ta shoqërojë një gru mbas menopauzës. Është një sëmundje e cila ndodh për shkak se janë ndryshimet hormonale që i frenojnë osteoblasit. Osteoblasit që po i përmend janë domethënë qelizat e mira që i kemi kur jemi në rininë e hershme, domethënë periudhën e produktivitetit para menopauzës. Në momentin që femna hyn në menopauzë, ato fillon të zvoglohet prodhimi i tyre. Çka bëhet? Prodhon disa qeliza që i quajmë si të këqija, domethënë janë osteoklastet, që fillojnë dhe dëmtojnë nga pak domethënë kockën tonë. Ginekologu Dr. Berat Krasniqi shpjegon se menopauza është një fazë jetësore e gjatë që mund të zgjasë 30 deri në 35 vite, por që shpesh lihet pas dore. Një femër gjatë jetës së vet kalon për 3 faza. Faza para ciklit menstrual, faza gjatë ciklit menstrual, domethënë kur është me cikël ose faza fertile, edhe faza pas ciklit menstrual ose menopauza. Edhe në secilën fazë duhet kujtesi veçantë për gjendjen shëndetësore të një femre. Andaj normalisht që faza e menopauzës përfshin, minimalisht edhe 35 vite për një paciente. Për 35 vite ajo duhet të kujdeset për vetveten sepse edhe aty ka ndryshime, edhe aty ka probleme që na mundën me qenë te ajo. Andaj shpesh ndodh që kur kalon menopauzë, shpesh ato krijojnë një farë si komfort zone, ashtu. Si komoditet. Edhe mendojnë se tashmë s'ka cikël. Të ginekologus Kjo periudhë, megjithatë, është vendimtare për shëndetin e përgjithshëm të gruas. Ndryshimet hormonale ndikojnë jo vetëm në sistemin riprodhues, por në tërë organizmin, përfshirë edhe sistemin kardiovaskular dhe kockor. Mesazhi që vjen nga profesionistët është i qartë. Është koha që shëndeti gruas të shihet në tërësi dhe jo vetëm në prizmin e kancerit të gjirit. Përderisa sensibilizimi për këtë sëmundje është i mirëseardhur, ai nuk duhet të jetë vetëm fokus. Shoqata e kardiologjisë në Kosovë dhe organizatat ndërkombëtare po bëjnë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin për sëmundjet e zemrës të gratë, por ndryshimi duhet të fillojë edhe me edukimin individual, kontrollet e rregullta dhe një qasje më gjithëpërfshirëse nga sistemi shëndetësor. Në fund të fundit, statistikat nuk gënjejnë, por mund të ndryshohen nëse gratë trajtohen me seriozitetin që meritojnë.